Zoti Limaj, si e shikoni rolin Albin Kurtit sa i përket protestave në Shqipëri, teksa Edi Rama e ka akuzuar atë në mënyrë gati indirekte, duke thënë se ai ka përfshirë dhe aktivist të vetëvendosjes në Shqipëri për ta rrëzuar. A mendoni se Albin Kurti është një figurë e tillë që mund ta fundosë Edi Ramën? Është fatkeqësi e madhe kur kryeministri i Shqipërisë kështu ka bërë gjithkohë në vend që të bashkëpunojë dhe të koordinojë marrëdhëniet vllazërore, politike, ekonomike, diplomatike dhe të mbrojtjes në radhë parë me Kosovën që shteti i dytë i Shqipërisë dhe me botën shqiptare qur ka ardhur, ai vazhdimisht ka kryer probleme madhore me Kosovën, i cili filloi me skenarin e Vučićit, Thashit dhe Grenellit për shkëmbimin e territoreve të Kosovës Veriut dhe përfundoi në gjyq me Haradinaj. Dhe në vazhdimsi gjithmonë nuk i ka faj Edi Ramës, as Albin Kurti që lufton për Kosovën, dhe as populli vëlla i Kosovës. Shqiptarët për çlirimin e Kosovës nga Miloševiqi bën sakrificat maksimale, disa me armë drejt për drejt Kosovë, dhe ne me diplomacinë ushtarake i gritë botë këmbë, sa populli shqiptar priti 600.000 vëllezër dhe motra i strehoi Shqipëri. Dhe sa Edi Rama akuzon pse vinë bijtë e Shqipërisë nga Kosova të marrën pjesë në demonstrata paqësore për të çliruar Shqipërinë nga qeverisja dhe tradhtia e Edi Ramës. A kuptoni çfarë ndryshimi ka? Nuk i ka faj Edi Ramës, as Albin Kurti, as populli i Kosovës, as Rusia, as Irani dhe as tjetër kush i ka politika atia anti-shqiptare, anti-njerëzore, që po na çon në situatë kaq të rëndë. Në këtë rast, a shikoni Albin Kurti një figurë përbashkuese të kombit shqiptar që mund të bashkojë trojet shqiptare ose më saktë Kosovën me Shqipërinë, dhe nga ana tjetër, sa është e mundur që me ndihmën e Albin Kurtit nga njëra anë, por edhe goditjen e Spakut nga ana tjetër, të mund të largohet kjo klasë e vjetër politike? Këto janë probleme shumë të mëdha strategjike të cilat mas krijimit të shtetit të Kosovës po të ishte bërë kushtetuta e saktë, e cila në nenin numër 3 të saja ndalon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, e bërë nga Hashim Thashi dhe ish presidenti Fatmir, se kishte ai, pra njëra, dhe e dyta Fatmir Sediu. Po, dhe fatkeqësisht me ardhjen pushtet të Ramës më agresive se Berishës, me qëndrimet e konsolidimit të shtetit të Kosovës, shmangën mundësinë e plotë që nëpërmjet një referendumi si mos konvente ndërkombëtare sot Shqipëria me Kosovë do të ishte shteti vetëm. Pra, dalë shtetet e vete. Po vetë. Mos që bëri neni numër 3 në kushtetut. Dhe të mos kishte qenë Edi Rama agresiv kundër të bashkëpunimi me referendum, siç e kanë ligjet ndërkombëtare, sot ne ishim një shtet i vetëm, dhe sot Kosova me Shqipëri ishte bashkë në NATO, dhe sot Kosova bashkë me Shqipërinë ishin drejt bashkimit evropian. Çfarë bashkimi evropian duhet ne kjo teori? Se dhe Sali Berisha na bëri teorinë e madhe NATO. Dhe sot Shqipëria s'ka një avion dhe një helikopter luftarak të mbrohet në rast të një kërcënimi të menjëhershëm. Po kjo bëja në radhë parë është vetë zhvillimi brenda vendit. Shtet demokratik, ligjor, barazi, mirëqenie, mirëkuptim. Çfarë duhet mua shatom ta bëjmë ja ku ne jemi dramë njerëzore brenda territorit të Shqipërisë. A kuptoni? Ata duhet mbulojnë tradhtitë e tyre antipopullore, anti-shqiptare me këto emërtime NATO, BE, kur NATO dhe BE janë shtete shumë të fuqishme, por kanë sigurinë dhe mbrojtjen e tyre vetjake, kanë nivelin e shkëlqyer ekonomik dhe social vetjak, dhe pasaja ecin paralel me NATO e tyre. Me cila NATO ecim ne kur jemi në fund dynjas?
Zoti Limaj, nisur nga intensifikimi i protestës në bulevard ku kryesisht është rinia dhe nga ana tjetër nga fakti që Edi Ramës i ka rënë i gjithë imazhi në aspektin ndërkombëtar, por duke pasur në këtë rast edhe SPAK-un, edhe ato që po iniciohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mendoni se ka një datë kur Edi Rama mund të bjerë nga pushteti dhe a mund ta mbyllë ai vitin 2026 në krye të qeverisë? Po të ishin deputetët e pavarur të kishin zgjedhur populli dhe të mos ishin deputetët me listë që ka bërë Edi Rama që 2008 shkatëruan kushtetutin Berisha Rama me listat e mbyllura, sot Edi Rama është rrëzuar me koha kuvendit. Pra deputetët e Partisë Socialiste, po të ishte vërtet Partia Socialiste, ju të Edi Ramës e kishte rrëzuar dhe nuk është kryeministër më. Ne të keqen e kemi nga sistemi antiligjor, antikushtetues ka ndërtuar Rama dhe Berisha dhe Rama, dhe pushtimi i pushteteve nga kryeministri. Tu gjithë qersi problemet. Por ai do ikë zvar, brand dhe Shqipëria do vuaj. Një ditë të bukur do iki dhe do shta mund ngelet turpi kombit. Vazhdimi më të teshëm i kësaj krize do të thellojë krizën ekonomike dhe financiare dhe mirëqenien e popullit, shtresave të ndershme të mesme dhe varfra. Nësa Edi Rama me oligarkët e tij jeton në qiell dhe lozet me miliarda euro, sepse populli shqiptar nga nafta dhe minerat mitoksore nuk merr as cent. Ai nuk do ta di fare se ka populli buk të hajet mos haj, tallet me populli shqiptar dhe u bën 2.7% indeksin e pensionistëve dhe për të mashtruar u jep 5.000 lekë të reja tani behar pensionistëve. Pensionistët më vjen shumë keq për shumicën e tyre që nuk e kuptojnë akoma dhe nuk bën pjesë ashtu në këtë moshë të bulevardet me rinin, të bashkohen me djemët dhe vajzat e tyre dhe ta përshtynë surrat këtë kryeministër që kanë rënë pa bukë, pa ilaçe dhe s'kan fuqi të blejnë frutat e verës. Zoti Limaj, nisur nga lëvizjet e Edi Ramës me Izraelin në këtë rast, siç e përmendët pak më lart, a mendoni se Erdogani ja ka hequr vizën Edi Ramës në këtë rast dhe nuk e ka atë marrëdhënie që ka pasur më parë? Ai thati është pak. Edi Rama është njeriu më i pabesueshëm tani në marrëdhëniet e shtetit turk me Shqipërinë, sepse siç e tha Erdogani në mbledhjen që bëri me kuvendin kombëtar të Turqisë, Edi Rama dha ishull strategjik të Otrantos, u lidhet me zeu me Adriatikun dhe kjo dhënie që u bë Izraelit, Turqia ka vendosur pozita shumë të vështira në kuptimin e sigurisë dhe të mbrojtjes kombëtare dhe interesave të saj në rrugën e Ballkanit. Thoni zyrtare e tij. Çfarë mund të thotë kështu se kaq? Kur ai fatikisht i futi në mes të Izraelin, armiku kryesor të saj në Sazan, ishull strategjik që lidh Adriatikun, Shqipërinë dhe botën shqiptare në rajon. Gjithashtu Edi Ramën e pam të vetmuar në disa raste në samitin e NATO-s dhe ai nuk na shfaqi asnjë foto me presidentin amerikan Donald Trump dhe në një rast të caktuar ishte i majanuar komplet nga liderët e tjerë. A ka Donald Trump në këtë rast një mesazh kundrejt Edi Ramës apo e ka përjashtuar totalisht? Siç e pat në fotografinë e madhe kryesore, Edi Rama ishte i fundit fare në krahun e djathtë, i fundit fare në këmbë. Gjithë. Dhe e pat me asumje që Trumpi as ju afrua po qeshi me ironi kur sekretari i përgjithshëm i tregoi aty dhe bardha të veshura prej tij. Edhe takimet e tjera bëri me nivele të kryeministrave të vendeve të dyta të treta. Dhe nuk e afroi asnjë me vlerat e mëdha që pretendon ky se është udhëheqësi i madh. I dashur gazetar, unë flas këtu me juve tani, duke qenë se kam qenë dhe unë një nga kuadrot e kësaj fushë,
të diplomacisë dhe të zbulimit të mbrojtjes së dheu të sigurimit, me keqarje të madhe, ky vend i bekuar Shqipëria, me këta njerëz të shkëlqyer, jo siç do të shajnë shqiptarët, janë fatkeqër me të klasë politike, dhe veçanërisht me këtë që 30 vjet, 13 vjet e fundit, ku edhe unë e votova në 2013 duke menduar ndryshimin e nevojshëm, të mos kishe jetgjasi pararësit tia, e shoj vendin e drame ka braktisur, dhe as mendon fare për të popull të thjeshtë dhe të dershëm, po ka kthyer një oligarki politike, ekonomike dhe mediatike, super të pasur, me avion, me makina, me super vila, kur shumica e popullit ndershëm për luftë bukë. Shqipëria është vend shumë i pasur, nën toksor me mbi toksor, po sipas raporteve në bazë të sipërfaqes dhe popullsisë, është vendi më i vjedhur në Europë ka si për çdo vend tjetër. Pra, është një ashtu quajtur klasë politike që ka pushtuar pushtetin legjislativ, pushtetin e drejtësisë dhe presidenti i Republikës e ka kthyer në oterë të tij pas e vlerë, që porrënon vendin drejt shpërbërjes dhe shkatërimit të saj. Ja shifrat e largimit popullsisë nga Shqipëria dhe janë tani strategjia e kolonializimit të Shqipërisë nga Izraeli, gjoja në emër të investimeve strategjike, në emër strategjik ata që u vë ky emrin dhe po e pushtojnë Shqipërinë nga Bregdeti dhe paketën e maleve dhe me radhë. Është strategji e programuar, sepse siç e pa dhe hartën e madhe të zhvillimit 100 vjeçar, ku ja paguar me miliona që pas ka bërë parthenen e Dirama, është strategjia e shpërbërjes Shqipërisë dhe e kolonializimit të saj. Nuk kemi zbuluar asgjë. Themi ato çfarë janë dokumentuar dhe janë mbi tavolinat e ditë njerëzit tani.